Jam në procedurë të ndarjes thot me burrin dhe tani ai po flet keq tek të gjithë pra njerëzit për mua. Pra flet keq ai bashkë me babën e vet. Është ndaluar kjo gjë. Është mëkat haram. Ke jetu me qatë gru, e ke shkurorzu apo je nda për x arsye, mbetën gjërat mes juve dyve, nuk ka nevojë me ofendu, me fol keq, me shpif besa dhe për ta. Nëse s'ka pëlqyer diçka te ajo, ndodh që dikuj tjetër i pëlqen. Edhe martohet, duke shpif, duke fol keq për ta, ti e dëmton imazhin e saj pa të drejtë. Andaj, edhe nëse ka diçka, në vrejtjet e gruaja, nuk ka nevojë me dalë nëpër publik me fol. E keni pranuar një tjetrin për hir të Zotit. Kur jeni martu, tash e mshel gojën për hir të Zotit. Nuk shpif për nusën, për ish nusën tane. Çka me bati? Motor aty ku mundesh me mbrojt veten, mbroje. Nëse do t'ishte mundur me shku një njeri me thonë ati personit për hir të Zotit, mos falne. Lene qikën, lene grun hallet e veta. S'ke nevoj me folë, është mbyll kë kapitull. Në tash kemi raste kur më ka ra me pa në për gjukata, jo në s'kam shku, por kanë arë njerëzit më kanë regu që kur janë nda, kanë shku në gjukatë ose të avokate, kanë bo marveshje që as njani mës me folë për tjetërën. Nëse njani shpif për tjetërën, me vazhdu me procedura ligjore. Je da e mshel gojnë. Si burri, si gruaja. Andaj nuk janë të ba mirë ty, mbroje veten. Thuj, nuk është e vërtet. Të kush mundesh me, si kurse kanë shpif për Jusufin a.s. Kur ka thonë, ajo gruaja ka thonë, dashti ky me preke, me ngacmu. Tha Jusufi a.s. Ja, kjo deshti me bo një gjatë të tillë. E mbrojti veten. Aty kur s'është e vërtet, s'ka nevojë me mshel gojnë. Po Allahu le t'ja kthen, ama mbroje veten. Zoti të rujtë.